Zhdukja e shqiptares në Francë, nëna pash videot si e rihni në shkollë. Policia nuk pranon denoncimin se jemi të huaj. Merina Sylla, një vajzë 15 vjeçare shqiptare që jeton në Strasburg, ishte zhdukur që prej 14 marsit, por fatmirësisht u gjet. Sipas familjarëve, ajo ishte përballur me dhunë dhe bullizëm nga bashk moshatarët e saj në shkollë. Nëna e adoleshentes tregon se vajza e saj është bullizuar dhe rrahur. Rastet janë denoncuar në polici, por autoritetet nuk kanë reaguar. Është shumë e rënduar psikologjikisht. Me kohën dhe pak durim besoj do t'ja dalim. Nuk e di se pse shkaktohet bullizmi. Janë grup goxha i madh dhe e detyrojnë kundër vullnetit të saj. Mendoj se është çështje xhelozie, se janë fëmijë të çnjerëzuar. Fëmijët si këto raste has shumë në Francë, kur shkojnë në polici e neglizhojnë shumë. Rastet neglizhohen shumë kur jemi të huaj. Një francez trajtohet ndryshe. E them me bindje që siguria e fëmijëve e komuniteteve tona në Francë është zero. E them bindshëm, ka racizëm. Tek video nuk besoj ka francez. Vajzat gjitha këto i ka mbajtur të fsheta, është munduar ta menaxhoj situatën ashtu siç di. Pasi u zhduk, më treguan se çfarë i bëj vajzës. Ishte tmerr për mua, aty thash stop, më kanë kërcënuar, pse e kam shfaq atë vajzën, është shumë delikate rasti. Kur dje shkova në polici më thanë, pse ke kontaktuar ambasadën e Shqipërisë? Kur ua tregova videon më thanë, po rihen se janë fëmijë. Hajde denoncoje një ditë tjetër më thanë, ka thënë nëna e vajzës.